Mbrëmjen e së shtunës, Shqipëria arriti një fitore historike 1-0 ndaj Serbisë në Leskovac. Në një ndeshje plot emocione dhe tension, heroi mbrëmjes ishte Reima Anai, i cili shënoi një super gol që i dha skuadrës kuqezi 3 pikë të arta dhe e ringjalli shpresat për botror. Fitoria ka ngjallur reagime të shumta nga figura publike, sportistë dhe qytetarë, të cilët kanë shprehur krenarinë e tyre për këtë arritje. Ndër reagimet më të komentuara është ai i këngëtarit të njohur Luis Eili, i cili publikoi një mesazh frymëzues në Insta Story. Në reagimin e tij, Eili shkruan: "Sonte Shqipëria tregoi shpirtin e një kombi që nuk dorëzohet kurrë. Kjo fitore është mesazh krenarie, uniteti dhe besimi, është kujtesë se kur jemi bashkë, jemi të pathyeshëm. Sonte kemi dëshmuar se Shqipëria nuk shkon në botror për të marrë pjesë, por për të bërë histori." Ky mesazh i fortë ka prekur shumë djegësit dhe është shpërndar gjërësisht në rrjetet sociale ku mijëra tifozë kanë shprehur emocionet e tyre për fitoren kundër rivalit historik. Anthony Elanga ishte i përfshirë në një moment të tensionuar në tunel pas humbjes së Suedisë ndaj Kosovës. Të hënën në mbrëmje, Suedia pësoi një humbje 1-0 nga Kosova në ndeshjen kualifikuese për Kupën e Botës, që u zhvillua në stadiumin Ulevi në Göteborg në shtëpinë e tyre. Ky rezultat shënon humbjen e tretë radhas si për kombëtaren suedeze dhe bën të pamundur sigurimin e kualifikimit direkt për Kupën e Botës 2026, ndërkohë që vendi në fazën e play-offit nuk është as pak i sigurt. Aktualisht, Suedia ndodhet në fund të grupit me vetëm 1 pikë nga 4 ndeshje, ndërsa kryesuesit e grupit Zvicra kanë 10 pikë, Kosova është 7 dhe Slovenia 3. Duket se kjo periudhë e errët e rezultateve ka ndikuar shumë edhe te Anthony Elanga, i cili raportohet se është dëgjuar duke bërtitur nga nervozizmi në tunelin e stadiumit pas humbjes së Kosovës. Më pak se 24 orë pas humbjes nga Kosova, Federata Suedeze e Futbollit konfirmoi shkarkimin e përzgjedhësit Jon Thomasson, por nuk është vetëm Thomasson që është i zhgënjur nga ky rezultat, pasi një raport i radio suedeze, Radio Sporten, zbuloi se Elanga është dëgjuar duke bërtitur ndaj shokëve të tij të skuadrës në tunelin e stadiumit pas humbjes së të martës. Gazetari Jonas Enarsson pretendon se ka dëgjuar yllin e Newcastle United, duke thënë: "Sistemi i mallkuar duhet të largohet", ndër të tjera gjatë qëndrimit në tunel. Pavarësisht se ka pasur një fillim të shkëlqyer me Newcastle United, Elanga ishte vendosur në stol për ndeshjen ndaj Kosovës, një vendim që ai vetë pranoi më vonë se e kishte të vështirë ta pranonte. "Është frustruese, si futbollist gjithmonë do të luash, unë isha plotësisht i shëndetshëm", kishte thënë ish ylli Manchester United.